Okej, atë kemi dhe do të vazhdojmë me parashikimin për shenjat e horoskopit 12 të tilla janë. Ne nisim me dashin edhe mbyllim me peshqit, jo vetëm ne, po të gjithë, sepse kështu është edhe renditja tipike e shenjave të horoskopit, sa i përket shenjës së dashit në planin profesional, dita kërkon vendimarrje të shpejt, por jo impulsive. Ka sinjale për zhvillime të reja, sidomos për ata që kërkojnë të ndryshojnë drejtim, financat mbeten të qëndrueshme, por është e këshillueshme që të shmangen investimet e nxituara. Mos u tregoni të nxituar ditën e sotme. Shkojmë tek Demi. Për Demin është një fazë rikuperimi dhe po sjell një konsolidim në punë, do të ketë mundësi konkrete për rritje apo stabilizim ekonomik, të cilat shfaqen në horizont, por kërkohet durim dhe strategji afatgjatë. Të ardhurat mund të përmirësohen gradualisht nëse shmangen rreziqet e panevojshme. Shkojmë mëtej nga shenja e Demit tek binjakët. Okej, shkojmë edhe tek binjakët. Dhe sa i përket shenjës së binjakëve, menaxhimi i financave është çështja kryesore dhe kyçe e ditës për ju binjak ditën e sotme. Pra në këtë 1 prill është muaj i ri. Pra imagjinojeni që po flasim për një muaj tjetër, i cili paktën për binjakët në këtë rast ka nisur me një dëshirë të madhe dhe me një nevojë kyçe për të menaxhuar financat. Rezultatet në punë nuk mungojnë, por kërkojnë përqendrim dhe organizim më të mirë. Është momenti për të vendosur prioritete dhe për të mos shpërndar energjitë në shumë drejtime njëkohësisht. Shkojmë te Gathorja. Sa i përket shenjës së Gathores, një klimë disi e paqëndrueshme në ambientin profesional mund të sjellë tensione. Megjithatë, situata është kalimtare, financiarisht nuk ka goditje serioze, por është e nevojshme të kontrollohen shpenzimet dhe të shmangen debatet që lidhen me parat. Shkojmë tek Luani. Koha për të vepruar konkretisht, do të ketë çështje të vjetra financiare si borxhe apo angazhime ekonomike të cilat kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Në punë, përkushtimi i shtuar mund të sjellë rezultate të prekshme nëse nuk dorëzoheni përballë vështirësive. Shkojmë tek Virgjëresha. Situata profesionale për Virgjëreshën është në zhvillim, por ende jo plotësisht e qartë. Projekte apo ndryshime në punë mund të mbeten pezull përkohësisht, kërkohet analizë kujdesshme dhe disiplinë financiare për të shmangur gabime strategjike. Shkojmë tek Peshorja. Për Peshorën kjo është një periudhë reflektimi mbi bashkëpunimet dhe aleancat profesionale. Jo çdo marrëveshje është e favorshme dhe zgjedhjet duhet bëhen me kujdes. Financat janë të lidhura ngushtë me vendimet që merrni sot. Shkojmë mëtej tek Akrepi. Për Akrepin rritet dinamika në punë dhe mundësitë për iniciativa të reja. Është një moment i mirë për të organizuar projekte që mund të sjellin përfitime ekonomike në të ardhmen. Financat janë në fazë stabilizimi. Shkojmë mëtej tek Shigjetari. Për shenjën e Shigjetarit, disa tensione të lidhura me parat ose çështjet ligjore vazhdojnë të ndikojnë në vendimarrje, megjithatë perspektiva përmirësohet gradualisht. Kujdes me kontratat dhe detyrimet financiare, kjo është gjëja që duhet ketë parasysh shenja Shigjetari ditën e sotme. Sa i përket mëtej shenjës së radhës, jemi tek Bricjapi, në planin profesional dali në pat çështje ekonomike ose mungesë vlerësimi për punën e bërë. Është koha për të vendosur kufi dhe për të kërkuar atë që meritoni. Financat kërkojnë analizë të thellë dhe ristrukturim. Shkojmë tek Ujori. Për Ujorin ndihet nevoja për ndryshim dhe rinovim në karrierë, rutina nuk mjafton më dhe mund të lindë dëshira për projekte të reja. Financat janë të qëndrueshme, por kërkohet planifikim më i mirë për të ardhmen. Dhe shkojmë në përfundim tek Peshqit. Për Peshqit një fazë zgjerimi profesional me ide të reja dhe ambicie të larta do të jetë kjo. Megjithatë, kujdes me shpenzimet dhe projektet shumë të mëdha, financat mund të përmirësohen, por kërkojnë menaxhim të kujdesshëm edhe realist. Qëndroni me këmbë në tokë, kjo është këshilla më e mirë që mund të jepet për shenjën e peshqve ditën e sotme, pavarësisht se jeni një shenjë goxha emocionale dhe
prireni shumë të veproni në ndikimin e emocioneve, sot duhet qëndroni me këmbë në tokë edhe të mendoni për një menaxhim të kujdesshëm. Ne kështu kemi përfunduar me horoskopin ekonomik për këtë të mërkur dhe për këtë 1 prill, se mos ta harrojmë është fillimi i një muaji të ri, përgjithsisht le të themi që dukej mirë, nuk mund të themi ishte parashikimi më i mirë i mundshëm që kemi parë, por në fund të fundit siç ju e dini dhe siç sot nuk ua kam përmendur, jeni ju që e bëni ditën dhe jo dita që ju bën ju.